Përshëndetje. Në datën 5 mars 2025, aktivistët Aurel Kujtimi dhe Andrea Bregu kallëzuan në SPAK kryetarin e Bashkisë Tiranë Erion Veliaj dhe ish-drejtoreshën e RSU-një Anila Shehu për një tjetër aferë korruptive lidhur me procesin e rindërtimit e konkretisht ndërtimin e godinës tip në RSU-një numër 19 në qytetin Studenti. Studentët treguan se përveç mohimit të drejtës për informim, lidhur me këtë rast, së pari ekzistojnë dyshime për abuzim me detyrën shtetërore, ku dëmi është i dyfisht qoftë me fondet publike, por edhe me gjurmën dhe territorin e pretenduar për të ndërtuar godina numër 19. Së dyti, godina nuk u ndërtua kurrë, vërtetuar nga fotot e marra në terren. Së treti, për këtë godinë u paguan rreth 43 milion lekë të vjetra në favor të kontraktorit i cili do të kryente ndërtimin. Partia Demokratike kreu verifikimet e saj për procedurat e kryera nga Bashkia Tiranë për ndërtimin e kësaj godine dhe rezultuan këto fakte shtesë. 1. Në datën 6 dhjetor 2019, Erion Veliaj, në cilësinë e titullarit të autoritetit kontraktor Bashkia Tiranë, zhvilloi procedurën me negocim me objekt shembja e ndërtesave godina 15, 18 dhe 19 në qytetin Studenti dhe kontraktori ishte kompania Arb Trans 2010 SHPK, e cila deri në vitin 2018 ka qenë në pronësi të drejtë për drejtë të administratorit të Zallherit të Bashkisë Tiranë, të përfshirë në aferën e 5D, Arben Maloku, dhe aktualisht në pronësi të babait të tij. Sipas spending data për këtë procedurë, ky subjekt u pagua 25.2 milion lekë ekzekutuar në datën 4 mars dhe 20 shtator 2020. 2. Përveç pagesës për punë të pakryer në vlerën 4.3 milion lekë në favor të ndërtuesit ekzekutuar në datën 8 shtator 2023, Erion Veliaj në datën 12 nëntor 2021 ka lidhur kontratën me objekt mbikëqyrja e punimeve për objektin rikonstruksion i godinës tip në RSU-1 numër 19 me operatorin ekonomik Instituti Dekliada SHPK në pronësi të drejtorit të Ministrisë të Infrastrukturës dhe Energjisë, Mehmet Hasalami. Edhe pse sipas spending data nuk rezulton pagesë e përfituar nga ky subjekt për godinën 19 në RSU-1, fakt është se në zbatim të ligjit për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit, Neni 7 si dhe VKM për përcaktimin e rregullave të detajuara për mënyrën e caktimit të mbikëqyrësit, detyrat dhe përgjegjësitë e tij, Neni 7 dhe vijues, mbikëqyrësi i punimeve është i detyruar të kontrollojë dhe është përgjegjës për zbatimin e punimeve të ndërtimit. Gjithashtu, situacionet e paraqitura nga sipërmarrësi në fazat e ndryshme të punimeve kontrollohen dhe miratohen nga mbikëqyrësi i punimeve. Pagesat nuk mund të kryhen vetëm në bazë të këtij miratimi. Çfarë situacionesh ka miratuar mbikëqyrësi kur në këtë objekt nuk ka ndërtim? Partia Demokratike ka denoncuar disa herë përdorimin e fatkeqësive natyrore duke abuzuar me dashje, me keq menaxhimin e ndarjen e parave publike dhe rasti më sipërm është një tjetër shembull. Në këto kushte, apelojmë SPAK të konkludojë me hetimet respektive për këtë aferë të kallëzuar nga studentët dhe dërgojë për gjykim shkelësit e ligjit dhe vjedhësit e parave të shqiptarëve. Faleminderit.